Falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Nësë Allah në zgjellë që të na udhëzojnë rrugën e drejtë, të na i përmirësoj veprat, niyetet edhe fjalët tona. Allahumma amin. Vazhdojmë të dashur vëllezër me fjalët e Aliut radhiyallahu anhu, i cili e ka një këshill për më të rëndësishme që përbohet prej 5 pikave. Thotë Aliu radhiyallahu anhu: Kalimat lau rahaltum fihinna al-matiyya. Po jo jap disa fjalë, thotë, të cilat nëse do të merrni udhtim me deve për të shku larg e me përfitu çdo fjalë, ndoshta do t'ju shkonte ymri poshtë e nalt, e s'kishit me mujt kret me mbledh. Kjo nuk do të thonë që Aliu po e livdan veten, edhe po thonë për mësoj diçka që ju s'u kishit mësu kurrë. Po është për qëllim që ai me përvojat e sahabëve tjerë, me përvojat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e kështu me radhë, ka arrit këto që s'keni nevojë ju me janis pizarës, që i bjen këshill për çdo të ri, përfiton nga këshillat e të tjerëve. Ti dhe më thonë, ku kam rrit dikush, ti pi qatu nisja, mos janis pizarës. Kjo është gabimi jonë që disa vëllezër të njëjtat gabime i bëjnë, që shikon bëhune para 25 vjetë, a i bënë sot. A të thëmë pak ma të njëjtat budallaki i bënë sot. Ku ti thush nuk bënë mi bënë. A i qotë edhe i bënë. Pse? Thëtë përdu me provu. Unë e kum provu që zjarë edhe shporedi djekë. Zjarën s'bënë me për. Unë e kum provu, për të kalzaj. Ja, përdu me provu dhe une. Provaje. Ku për në me për diqka. Për djegun që për të thamë. S'ki nevoj ti me provu pizarës. Kështu Aliu po thotë, tani e ta baki ju shkan, po hajde merr një gati. E para ka thonë, la yarju abdun illa rabbeh. Allahu akbar. Asni besimtar, asni rob nuk duhet me shpresu prej kërkuj veç prej Zotit. Kjo është pjesë khalis, pjesë kryesore e akides, e besimit. Besimtari nuk bën asnjë vepër për atër të njerëzve. Besimtari nuk e bën për atër të kërkuj, asnjë fjalë. Edhe heshtjen që ka heshtje nuk e bën për atër të njerëzve. Edhe të qeshurën, edhe të qamën, edhe sadakën, edhe namazën, e çdo send duhet me bën lillah, pasha Rabbul Alaminin, nëse mrim në çet nivel që neve mos më nani për njerëzit, po thjesht me bajt gale Zotin Xhelleshanuhu, me shpresu prej tij problem, edhe kishmi më u drejtu. Edhe kishme mu drejtu në sirat mustaqim, edhe kishme me u trimnu, edhe kishme mos mu nalë, mos mu dërzu një badete. Edhe pse? Se kur e bën për atër dikujt filanit e të fistekit, edhe të zhgënjen ai filani fisteki, ti bëhesh, demoralizohesh, mërzitesh, se që e bana për ta që një vjet, 2, 3 edhe më zhgënjej. Edhe demoralizohesh. Kur e bën për Allah, ti nuk e ki gajle. La tërgju illa min rabbik. Vetëm pret prej Zotit. Kjo nuk nënkupton që na me u bom mendje mdhaj karshin njerëzve. Unë s'ni, unë veç për Allah ni. Jo, kjo nuk do me thonë. Jo, ka dalim mendje madhësia edhe krenaria. E kemi përmenë këta. Jemi pajtu, ittefaqna. E kemi të kry me këtë mesele. Na duhet jemi krenar me dinin ton, me Allahun ton, por jo me ndje mëdhaj, na mërë të krenaris. Pastaj me ndimallësia jonë me na bën neve arrogant karshit të tjerve. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i kanë ofru krejt mirat e kësaj bote dhe nuk ka pranu, ka thonë dillën me madhon dorën e djathtë dhe hanën të majtën, nuk e lëshoj këtë udhë Zotit. Por që ky pejgamber që kon kaq krenar dhe nuk ka shpresu prej askujt përveç prej Zotit, në anën tjetër ka qallë, edhe ka shku 4 rukit në derë, të Ebu Lehebit, të Ebu Gjehlit, të filanit, të fistekit, edhe i ka bajt gale, më udhëzu ata. Ka shku në përfise, kanë përgjak, i thjesht, jo me ndje madhë. E kuptum. Pra, ki kujdes, mos e përzit parën me dytën, por edhe nga njëna anë, bëhu, prej atyne që shpresojnë veç për Zotit. E dyta, wala yakhafanna illa dhanba. Kur mos u tut përveç se prej mëkatit tën,
që tu e kemi një fjalë të urtë shqipe shumë të rëndësishme. Kjo është fjalë e moqme që mu më ka thonë në 2015 një hoxhë vjetër rahmetullahi alej, e kom përmend po e përsëris, Mullah Mehdi hoxha i Bllacës rahmetullahi alej, qëllimisht për përmend diçka sadak për shpirtin e tij, kjo fjalë më ka dalë dhe më ka thonë shiko, ta lëni emanet. Kur një jetë mos u tut pi fjalëve që kanë me t'i ngjit, që kanë me t'i shpif. Rruga e davetit është e gjatë. Në rrugën e davetit shpifja është një prej forma më të forta që kanë me përdorë dhe që përdorin xahilat, ignorantët, islamofobët, armiqët kundër këtij dini. E kundër këtij dini, domethënë aty janë krye dhe hoxhallartë. Kanë shpif për pejgamberin alayhis salatu wassalam, ai ka qenë el-emin, besniku, i kanë besu krejt, kur ka ardhur si profet, i kanë thonë kedhabun e shir, rënc, shpifës, mashtrues e tjerë dini ato muhabete. Më tha, qysh do që ndodhë situata? Tutu, veç prej ati gjunahi, për asojt keqe që e ke bon. Kur më sutut për asojt keqe që nuk e ke bon dhe ta kanë vesh. Ri shumë shlirë. Përfundan këtu këshilla ti, ta shonë po e vazhdaj. Nuk nënkupton kjo që ti mës me pas pasoja nga shpifjet që ti bëjnë. Mund është me pas pasoja. Mund është me pas. A kemi një histori shambujt të tillë? Kemi. Ja, e keni të gjithë të freskët rastin e Jusufit a.s. U shpif për ta, po, se prekin moral. A pat pasoja? Pat pasoja. U burgas, por pasojat erdhen bashkë me përfitimet, bashkë me dobit, sepse ai pejgamberi i Zotit azza wa jall, që ato pasoja që ja bën dikush me shpifjet e veta, e pron prej burgut në pallat mbretëror. Ulemat prandaj kanë lidh, kanë thonë prej pusit te ministri, pastaj prej ministrit në burg, prej burgut te mretja, la manalt. A pat pasoja, pat për ta. Për në fund a dul faqe bardh. Prandaj besimtarin nëse rrin me ato, mos po folin, mos ti ngojt njerëzve. Nuk ka me mujt me ecë përpara në davetin e tij. Mos nale mund mos ta praktikoj sunetin e mjekrës. Kur thon sunetin e mjekrës, nuk kam vajxhib është mjekra, po kështu i thuhet sunet, domethënë si pasim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se po folin njerëzit, mos nalit çështën e dorës, gjinis kundërt. Ajo vajzat ata qas shamina mos ta qas, mos po folin, etj. Nëse rrim të këqyr, na çka do të më bën? Te ibadetet, kur vjen pyetje ibadetet, mos i këqyr çka kanë më thonë njerëzit, se nëse rrim të këqyr, kur s'kemi kry ibadetet. Thot fjala popullore, birat e gardhit, edhe fjalët e hallkut nuk mshilën. Suninal është fjalët e hallkëve. Suninal, ja që gjithë kanë me fol. Çka do thot? Tutë veç për aty në fqijave të cilat ti ke punu. Mësë tutë për aty në që si ke punu. E përmenim javën e kalume, a du të me pas kujdes, prapë se na gjithmonë, e din ju, është obligim me pas balancim. Me na punu vasërvaga mirë. Nëse s'na punon vasërvaga mirë, si kem punë mirë. Nuk do me thonë kjo që na tash me shku në vendet ku mund të akuzohemi. E kemi përmenim javën e kalume. Të kemi kujdes na, mos ta bim punën që dikush më na akuzu, të ruhemi deri në maksimum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu me bashortën e tij, e kanë pa dy burra, i kanë ka thonë kjo është bashortja jeme. Safia kanë thonë Resulullah te ti po dyshim, ka thonë e dini javën e kaluar me përmenda. Sepse djalli dreçi ecë në vendat e njerëzit sikurse gjaku, domethënë të shtin. Prandaj mo tut jo me pas kujdes po. E treta po na këshillon Aliu thot kur mos i vjen marrë atij që s'di me mësu. Mos vjen marrë me mësu. Nuk nënkupton që ti kur të mëson detyrimisht duhesh më bë ekspert i asaj lemije, po mi dit bazat. E shani dikush që po bën diçka, më shku më thonë ka mundësi me mësu mu çto detajet. Për shembull sa njerëz na kemi, një shembull po e marr, që në shtëpi kanë anëtarët e familjes kanë probleme me tensionin ose me sheqerin, me këto smundje që janë
gati çdo familje kanë anëtare ka me të tilla. Pse mos më mësu ti nëse s'ke mundësi, do thonë aparatet ekstra digjitale, më mësu çish me mat tensionin. Pse mos më mësu? Shkon tani mjek edhe i thua ka mundësi vëre se kam babën, nonën, çto me çto probleme. Mësuam më burr, s'është kur gjë. Ose na kemi njerëz më thonë të cilët nuk i din disa baze të makina. Pse mos më shku me mësu disa baza, gjëra bazë, të cilat ai duhet detyrimisht me ditë. Detyrimisht me i ditë. Nuk po du tash me marrë shembuj tjerë, por nuk është marrë me mësu gjëra të cilat nuk i din edhe nëse mendon që koha ka kalu. Sepse për dije nuk është kur vonë. Ka pas problemave të cilët kur e kanë një hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, në shtratin e vdekjes ka shku njëri me vizitu dikën. Njëri për dietarëve, një dietar tjetër, kam harru emrat. Në komente dikush mundet me na shkru emrat e aty në dietarëve. Edhe e kanë dëgju, ky po e thot, ky i shnohë një hadith, i smuti tha bjama një fletorën, bjama një librën ku i shkruaj hadithet, po i shkruajnë, po i thojnë do të thonë isharet po japin në shtratin e vdekjes, ma mirë tha me një hadith ma shumë se sa, me një ma pak, me shtu dijen. Tjetra, pashtu tha mos t'i vi turp, që nëse pyet dikush diçka, e ky se di, unë se di, s'duhet me marrë mu me thonë, nuk e di. Me thonë se di, për ato që për një mes se din, është fisnikri, është sinceritet, është burni edhe është dije. Qysh dije? Po ti përdush se di, qysh o dije? Qysh o dije? Sepse ti aq e din, argumente tjera, sa rrezik me fol ndinin e Allahit pa dije, e din këta, ti nuk t'vjen marrë ma mirë e ule autoritetin para njerëzve, edhe e ruan veten prej azabit. Dhe më thonë, dija, devotshmëria jote, po që ti me thonë, për ato që se di, nuk e di. S'vjen marrë. Kështu që nuk duhet më ardhë marrë, e dini ju ulemat e mëdhaj, ka pas rasti kur kanë udhtu, njoni ka udhtu të tjetëri, këtë aj të kë, me javë ose ditë të tëra kanë shku edhe komisionit e caktuar, kanë mbledh pyetje Imam Malikut me abo disa pyetje dhe kanë shku i kanë thonë, këto, është përgjigj në një të tretën, ndoshta dy të tretat nuk i ka ditë, ka thonë që me shku, kanë thonë ata që me shku të veni jonë, Maliku nuk po i din këto përgjigje, do anë përgjigje këtu në pyetjeve. Qysh mi thonë popullit tonë, i ka kapu galje, sa të kanë menu që ka thonë, shkollaj është kjo, që shkollaj? Shkoni, thoni popullit juj, po e bënë selam Maliku, nuk i di këto pyetje, përgjigje të këtu në pyetjeve, që ka që? Shumë e lehtë. Pasha Zotin, ju jeni fetar, elhamdulillah, inshallah i shtohet fetaria, edhe fillojnë me ju besu njerëzit, me ju besu, edhe me ju pyet. Nuk ka pa tjetër me na pyet veç neve, bën me ju pyet edhe xhamatin për ato gjëra që i din. Kur mos ju vjen marrë me thënë se di. Sot po më tregon njëri prej xhamatit, thot, e kom pyet thot njërin prej talebeve që po mëson për hoxh, që po mëson, i kom thonë për një mesele kështu, tham ka thonë nuk e di, pyet e hoxhën, domethënë për mua, pyet. Edhe ja dha shumë përgjigjen, tha sa merr tha mirë që tha se di, ma mirë pyete hoxhën. Domethënë talebja në euforinë e vet, në moshën e vet, në fillimet ka qef këtë përgjigjet ai mi dhon, domethënë për çdo sen që pyetet. Po përderisa anali me kuptu se ai e ka kuptuar rrezikun e të folurit në fenë e Allahit pa dije. Mos folni, aman kur s'dini mos folni. Sa njeri ka bën dëm me fjalën e tij edhe kanë thonë ulemat, sikur të kish hesht. Sa njeri del në për televizion, në për media, në për emisione, në për debate. Edhe kemi përmend, edhe po të rejkim vrejtjen prap, edhe sa domin e kanë bë pa dije. A din që është ignorancë, jo veç mos me ditë me fol. Me fol pa dije. Ignorancë është edhe me fol me dije, po mos me pas dija venin e vetë që aty për mu fol. Sepse ti dije mund është me pas, po dush me pas edhe hikme, urtësi. Me ditë cilën te me qelë cilën kohë, në cilën moment. Pa me ndët, ai që ka dije dhe i qelë meselet pa vend, s'po boj ka. Pa ai që as ka dije, as ka urtësia, po hikmet, as kur gjë s'ka. Keni kujdes të dashur vëllezër.
Edhe thotë e fundit nga Imam apo Aliu radhiyallahu anhu dije thotë se sabri në iman e ka pozitën sikurse koka në trup. Nëse nuk është koka, nuk vyn trupi. Njëjtë thot, nëse nuk ekziston sabri, nuk vyn imani. Pse ka bërë këtë krahasim? Sepse sabri është e para shumë i rëndësishëm, e dyta është prej atyne ibadeteve që nuk i dihet shpërblimi, innema yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Vërtet Allah do t'i shpërblej durimtarët pa llogari. E agjerimi është përmend as-sawmu li wa ana ajzi bih. Agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për ta. Nuk është cek shpërblimi i agjerimit, as nuk është cek shpërblimi i sabrit. Por cili është ma i madh për nga shpërblimi, ulemat kanë thonë agjerimi është pjesë e sabrit. Sabri është një më e madh, agjerimi është një pikë mrena çati sabrit. I vetmi ibadet do të thonë sabri, e mrena sabrit është një pjesë ka në agjerim, se duhet sabër në agjerim, sabër nga të folurit keq, nga ato, nga edhe nga ushqime, nga pija. Andaj sabri nga ky aspekt është shumë i vlefshëm. Nga aspekti tjetër, pa sabër ti nuk mundesh më kon musliman i mirë. S'mund më kon musliman i mirë, sepse kret akidea, kret besimi, kret ibadetet janë sabër. A ke bë plan ti vetë sa herë duhet me bë sahatin ose telefonin për më për namaz sabahit. Sa herë ti duhet me shku edhe më ju thon fëmijëve, çunu, sa erdh vakti, çunu se dul vakti, çunu se ini vakti, ose më thon bashort ose diku në shtëpi, ai ke çu fëmijët, au çu filoni, au çu fisë ke veç për më fal sabahin. Tani jetën. Kur jam asena 5 vakte të banet ti me këqyr me minuta, lëvizin minuta çdo ditë, 5 vakte në ditë. Elhamdullah kanë bë drekën në oran 1 për shembull statike dhe nuk lëviz. Sa jemi rahat na për shembull te dreka. Te vakte të tjera do të për ditë me këqyr. Sabër kjo është. Sa herë dush me marr avdes, sabër është kjo. A o dimën, a o vera, ftohtë, a nxehtë. Ti nuk guxon me dal pe shtëpis pa gusull. Sabër kjo. Kjo lyp sabër, kjo lyp mujahede, kjo lyp luftë me veten tonë. Andaj imani pa sabër, na nuk themi që bëhet qafir njëri pa sabër, por se nuk mundet yastaqim me najt me qëndru imani nëse nuk ka sabër. Dalim tek fjala e Salman Farisijut radhiyallahu anhu që ja drejtoi vllaut të vet, që pat vllaznu pejgamberi alayhis salatu wasalam, Ebu Derdait. E të dytë kanë qenë mashallah prej kokave të asketëve dhe të njerëzve të devotshëm, edhe pse Salman Farisiu i ka disa mawaqif, disa qëndrime karshi Ebu Derdait, që me kuptu se Salmani për një me ka pas lartpamësi, ka pas dije, dhe bashkë me dijen fetare ka pasaj edhe përvojën e gjahiljetit, sepse ka pasaj shumë përvoja njëherë me popullin e vetë atje persët, adhurusit e zjarit, pastaj me disa hebreje, disa të krishterë, deri sa erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u liruan nga robëria. I ka shkruar Ebu Derdait vllaut vet, amma ba'd thot fa innaka la tanalu ma turid illa bi tarki ma tashtahi. Nuk mundesh me mrithet atë që e do, vetë se duke e lënë atë që e ki lezet po që kështu, e cila takona. Nuk mundesh me mri atë të cilën e do. Çka do besimtari? Kënaqësinë e Allahut. Te ky aspekt ka fjalë, nuk e ka aspektin, domethënë e dunjas, lukseve, e do takimin me Zotin, e do xhenetin, e do hijen e arshit, e do libra më u dhon para ose në dorën e djathtë, e do besimtari këto sene e do xhenetin, e do mirësitë e xhenetit. Nuk mundesh të mimëri këto pa i lënë kënaqësitë. A nuk mundën me shku, edhe thot fjala popullore pa përsëris, sepse dersi jonë ka natyrën këtë stil e ka thot nuk ka edhe sevap edhe çebap. S'ka. Ja dynjan edhe lukset e saj, ja ahiretin edhe mirësitë e saj, e di. Normal se nuk do me thonë që Allah nuk do na mu kënaqë në dynja. Zoti do na mu kënaqë në dynja. Me na pa mire, me umër mire, me pi mire, mrena halalit.
Po jo mi dhonë përparësi lukseve denat mas sa ato me na haru ahiretin. Nuk mund me mri ato që edhe pa ilan kajtjet e tua. Walan tablugh ma ta'mal illa bis sabri ala ma takrah. Edhe nuk mund me mri ato të cilën e synon përveç se duke bë sabër në ato që si dëshiron. S'mundesh me marr diplomën e fakultetit pa bë sabër me shku për ditë në shkollë. A morë vesh? Po jap një informacion. Ne kena pas në fakultet orët, një orë një sahat. Një sahat. 60 minuta. Kam pas ka 6 deri 7 orë në ditë. U lodh ke njëre. Gjumi vone, rinia mosha ban vetën. Edhe i pata bo vetës obligim mës me fjetë në orë. Kur? Ose mës më kotë. 4 vjetë fakultet. 4 vjetë fakultet nuk e di një orë që si kom lëviz kamët. Qështu? S'po shihet për kamerës, dhe ma thonë gujtë. Në këtë formë për çka? Kush jeni ju në shkollë dhe ata për mes kamerës që kanë për mes me të zonë gjumi. Kesh ku me mësu. A kesh ku me mësu? Mas flajnë orë. Mas flajnë orë. Ah, që ka ma kona gjumi. E ta kona. Po qatë diplomën që e ki synem, nuk mund është me mëri pa elon qëtë luksin. Hajtë s'po shkojërën e parë, hajtë s'po shkojërën e dytë, hajtë s'po shkojërën e tretë. Nuk shkohet aty në klasë, profesori nuk i ka interesu. Aje, asje ti atë që ka e të bo, ti ke shku me mësu për veti. Në fund, ki me dhanë notat. Tash veç paramendoj, e tash. A pe dënë edhe ato edhe këta? E të dyja të s'ka. Bëni sabër, balë aty në gjanave që nuk i da, që nuk takona për me mërin të ato të cilat takona. Valla për kam qef me mësu Kuranin për mesh. Dush me ullë me ledzu faqen 100 herë mas pak ti. E mesatarisht 200 herë e mas shumë ti 400 herë. Ja, vëllaj, o, ja. Qka pëdën pra? Qka pëdën? Pëdën hajgare me bo? Pëdën hajgare me bo? S'po muj me mësu, sa po mëson? Po pe kabi bo, sikur po mdoko se shumë po ledzoj. Sa je të ledzu? S'po di, vëllaj, po ledzoj në ashtë një 20 minuta. Le, bra, hajgare të bo 20 minuta po ledzojmë Kuran pëdën më bo hafëz? Shka me hupe kohën me dikën tjetër, mësë ma hupe kohën mu. A i të dash mu bafës. I thash njënit mësimet e shkronjave të Koranit, 20 herë me lexu në ditë. Shumë bëgjë. A për dush me mësu leximin e Koranit, dush me sakrifiku. Po na kalojnë me ambicje njerëzit e dunjas, neve që kemi ambicje të ahiretit. Me ambicje, qohët aj në ora 5, shkën atje të puna, rrinë deri në 10 natës, i palan, i ban, ne ti nuk jenë gjende me mësu, pastaj me mërit diçka që Allah gjellë ka me të ndëru, qoftë si hafëz i Kuranit, qoftë si djetar, qoftë si ibadetxhi, si namazle. Po thotë Selman Farisiu, nuk mundesh me mëri ato që i synon për pas sabër në përvështirësi gjatë rrugtimit. Gjatë rrugtimit. Ne kemi djetarë të cilët kur e ka kryer doktoraturën, a jeni të mëni mirë? E ka kryer doktoraturën. Na menojmë që e na ba dikush mas e kena kryer doktoraturën. Unë jo, dikush, se s'ka mund doktoraturën, mësë keq kuptohet. Edhe, kur ka dalë në ders, një javë, 2 e ka pa vetën, ka thonë, la ilaha illallah. Edhe ka shkuar mshel me 10 vite, diku 30 vjetë. Edhe njerë mshel në për bibliotekat e veta dhe qytetit, kur i ka bo një 55-60, kret e qatër ka dalë. Apo duhet, e valloj ish filoni, që apo kalzoj këtë dërë, sa dijen e kesh po, pa jo mshel, mas doktoraturës dhe 30 vjetë, dingo ule dhe ka mësu. Shekh Albani, rahmetullahi alej, kër e ka bo, qështu e ka që hava, me këtë betu dhahirije, me biblioteken e Damaskut, me mbin 1 milion, nëse s'ka bëj libra e ka pas. E sa dorëshkrime, që kur janë shkrua ato, nuk i ka prej kush, kë i ka rendite, ka bo punime, sa është tema jone, jo. E masë në vëllaj, është bo djetari hadithit, po vëllaj. Shuaib Arnauti, rahmetullahi alej, po vëllaj, 52 vëllime, Musnedin Imam Ahmedit. E vëllaj, po, shë Shuaib i shkon djetari, shqiptar është, po, që shka më rinja i? 65-6 vjetë, pa lujt për tavëlinës me medije, shef Ebu Ishaq Huvejni, ka pas më të sa të ledzu. Tash, na, filoni ishbo,
po kthehem te dynjaja. Milioner ish bo filani, sa vjet i ka? 55. A tjetri 60, milioner ish bo, po. Sa ka punuar? Valla një 3-4 vjet punë. Sa u çu në ora 4-5. Sa ka shku në shtëpi në tart natës. Ti vetëm bo milioner si ajo të flet? Ja. As dunjas as ahiretit pa u lodh nuk mrihen. Kjo është rregulli normal. Prandaj kjo fjalë këtij sahabiu duhet më pas parasysh. Falyakun qawluka dhikra. Letje janë fjalët e tua. E dhikra është edhe për qëllim dhikr, përmendje e Zotit, edhe është për qëllim, si me thonë, këshillim për të tjerët, këshill. Wallahi kemi vllazëni që s'janë hoxhallar, s'janë dietar, pashalajnë, kur folin, bajgu në japin një çfarë sekine, qetësi në zamër, fjalët e tyne, fjalët mira, qeta të bukura. Wasamtuka fikra, heshtja jote le të jetë meditim. Nalësh e menon mediton. Menon diçka ka marrë. Kur gjave, a disa njerit i tham, po që po mërzitëm, thot. Pse dhe s'po shkon në akşam edhe munal me menu? Kur ti ish në xhenet ditën e parë. Medita. Kur ti në xhenet ditën e parë. Qysh ki më çmall me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, me sahabët. E kur ta sheh Allahun subhanahu wa ta'ala. Pse mendja heshtja jote mos jetë meditim? Ka e marë, ka mira, munal me menu, qysh Allah me rahmetin e vetë, ty të bani musliman. Qysh? Hajtë, cili për neve mund me thonë, ka qenë aftësia jeme personale, vallahi jo. Pasha Zotin e kërkuj se është aftësia vetë personale. Kretë jemi mrekullin vete, kretë jemi mrekullin vete në këtë aspekt. Që ditë me qysh Allah me rahmetin e vetë, tak, i ka qu sebepët, s'ka qenë asnjani me forcën e ti, me dijen e ti. Allah ka qu që ashtu një sebeb. Pra heshtja le të jetë meditim. Wa'lam anna a'jaza an-nas, thot dije se njeriu pa tham kështu më i pafat, më i pazoti, men atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Thot njeriu më i pafat, njeriu më çuçan, është ai i cili e pason epshin e vet, edhe nga ana tjetër mani me të Zoti shumë. Hajtë se Zoti falë. Hajtë se bëtë, Allah i falë. Kënina i gra keqës, kënina në thojza mendim të mirë për Zotin. Se me thonë, kur jetë të bo më katë, hajtë se Zotin falë, edhe më sminal më katën, nuk është mendim i mirë për Zotin. është mendim i keqë. Stakfirullah, dhe më thonë të hajtë se e hanë Zoti forën, ja. Kur jetë të bo më kate, mendim i mirë për Zotin, është me thonë, la ilaha illallah, du të më këthy unë të Zotit se vallahi Allahu azza wa jalla ka bo haram këtë punë edhe më sheh, edhe mund me mdënu, edhe kjo është sikur loj me Zotin, pe kundërshtojnë në Zotin, Zoti ka dënimin e rrept, kur jetë e bo më katin që të mendim, që ky mendim është mendim i mirë për Zotin. E kur i bish pishman, edhe kur pendohesh me sinqeritet, masane me thonë, ja Rab, unë kam mendim të mirë për ty se ti ki me më falë, sepse jam pendu, ti ke premtuar ata që pendohen nuk i përsërisin dhe i plotësojnë kushtet e pendimit, Zoti i falë. Atëherë dush me mendu mirë për Zotin. Atëherë nëse mendon keq për Zotin, atëherë është depresion i shejtanit. Andaj, keni kujdes, kur jeni në mëkate, mos ja bani vetes rrafsha me thonë se Zotin falë, se kjo i bën që ti je njeri, domethënë i pafat, je njeri, kështu në përkthen ndoshta dikush mund të përkthen më mirë. Wa anna akyasahum man at'aba nafsuhu wa 'amila lima ba'da al-maut. Thot edhe më i mëshme prej tyne, më larg pamsi, ma gjeniu, ai cili e lodh veten e vet, edhe punon për përgatitjen mas vdekjes, apo punon për atë që ka marrë mas vdekjes. Pra më i mëshme, na mund të themi filoni ish i mëshëm, se ka ditë me menaxhu një biznes me çel dytin me bata, jo, autofal, jo, kur gjë sot të ba. E di që kanë me kundërshtu në ninqezim. Po na themi haptas, nëse si të bo për ahiret, ti sa të dush bardh diploma dhe në gjitin morë, që mu vjen keq, kur shkoj dikun të njerëzit të cilët kanë tituj, edhe në gjesën 20 diploma të në morë për mi bind ata vizitorët e vetë. Pa morë parasysh duhet përmendi tash profesione caktuara, që mos më u prek në kamerë dikush, edhe i qetë diplomat për me kallëzu që ai ka shumë mençuri,
edhe kur ta shet ti nuk di me ra shahadet, ose di me ra shahadet, po zbjer shahadet, ose i thu, gjumaja, du të me falë gjumon, nuk falet. Ne i themi, ai nuk është i mençur është ai i cili është duke u përgatit për ahiretin, edhe nëse ky i pari ka më shumë diploma, edhe ka më shumë pare. Ka marrë ditat që më i mençëm ka me dalë çaj tjetri. Vetë sabër. Kur po vjen plesnia dhe momenti i vdekjes, shifni se si njerëzit bën pishman për këtë ato që u ka ndodhur. Të fundit po përmendit, mos ta zgjatim më shumë. Të fundit thot fjala Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, thot kënaqem me ato që Allahu të ka dhënë, do të jesh njeriu më i pasën. E dini këtë rregull. Për më konsideru i pasën njeriu është më u kënaq me ato që Allahu ja ka dhënë. Po një vreti unë këtu e kam edhe për vllazërit që keq kuptojnë ose nalen, që ky kuptim që thash deri tash, është kuptim gjysmak. Kënaqem me ato që Allahu të ka dhënë, ki më kon njeriu më i pasën. Por a nuk kupton kjo se na thrasim që mos me punu, mos me përparu, mos me bë pare, mos me bë pozita, mos me bë këto. Jo, ky a dhe thosh që unë jam i kënaqur, kjo fjalë Ibn Mesudit, që unë jam i kënaqur me çato që kam, elhamdulillah, nuk ja lakmoj me haram, edhe me zili edhe me inati tjetrit ato që se kam. Po çka bëj? I përvjeli krahat edhe çom edhe unë du me u bën si ai, edhe më i pasën edhe më i mençur edhe më i Zoti sa ai. Pra nuk është kjo thonje neve me na bë demel edhe munal që aty ku jemi. Na çka duhet me synu? Në qell me shku. Me synu sa më nalt. Por vetëm përmes halalit. Pra mos keq kuptohet kjo, kënaqem me atë që Allah të ka dhënë, ti je kimë qenë njëri më i pasur, nuk është thirrje për munal që aty ku je. Por është mos me hynë për harame, duke qenë i pakënaqur me atë që e posedon. E dyta, wa addi ma ftarada Allahu alayka takun a'bad an-nas, edhe kry farzët që Allahu t'i ka bën obligim, ki më kon më i devotshmi. Më i devotshmi njeri. Edhe treta për mi lidh dytën edhe tretën, thot edhe largo prej harameve që Allahu ti ka ndalu, të kun min arwa'in nas, largo prej harameve ki me qenë njeriu, unë e përktheva ata të parën a'bad an-nas, prej më të devotshmeve, më adhuruesve të mirë, e dyta prej më asketëve, nëse muj me përkthy kështu, fjala arwa, do ta kisha përkthy domon dallimi mes a'bad, rob i devotshëm edhe asket, ka edhe s'ka dallimi, po unë pa ndaj këta ai që i kryen farzët, është ibadetxhia më e mirë. Se kush? Se ai që i lën farzët edhe i jepet mas syneteve. Na kemi rast kur i them njerit jep zeqat, thotë hoxha unë për çdo muaj jap disa shumë, çka japësh? Ju jap njerëzve që këtu ku kam mundsi. Ja. Ti e të dhon nafile, sadak, sunet. E farzi është kush? Zeqati. Njëjtë i bën si mi thon dikuj, agjëroj Ramazan, thotë jo, unë çdo muaj ka pas 6 ditë agjëroj, ka 10. Jo, s'po do Zoti të agjëru ti thonë tajte, as një ditë po, një ditë jo, e mos më agjëru Ramazanin. Më devotshmi çysh bëhesh? Duke i kry farzët, mas tauhidit, mas monoteizmit, u kuptu monoteizmi. Jo më u dhon mas suneteve, duke i harru farzët. Edhe, qysh je njeriu më i kujdesshëm, më asketi, më i kujdesshëm ndaj të keqës, duke u largu prej harameve. Thotë hoxha, unë nuk vjen në xhami, unë nuk fal, as vjen në xhami. Ama punëtorin atje e respektoj. Në rregull që pa respekton, po s'ta arsyeton mos shkumje në xhami. Hoxha, unë domethënë çote bën një haram atje dhe nga ana tjetër thotë, dirsën e punëtorit se ha, ja. Zinaja edhe rakia, që disa firmasha edhe bosat të bizneseve i bajnë, edhe në anën tjetër thotë, unë si ha dirsën punëtorit. S'ki nevoj mi dhonë punëtorit shtojtës, s'ki nevoj, nuk ki nevoj. Veç jepja hakin të cilën je marrë t'i vesh, a në anën tjetër më së muna mi arsyetu kurvnit edhe rakia tua. Sepse për me qenë njeriu më larg haramit, du të minis njerë mi munal pi haramit, mëdhajet tani mi kalu të këto matë voglat. Këto janë disa nga këshillat të dashur vëllezër që i përmendim, apo i kemi përmendim i përgjith prej sahabëve dhe tabinëve, lutë Allahun azza që të na falë, të na udhëzojë, të na përmirësoj,
walhamdulillahi rabbil alamin. Edhe kemi hoxhën Dritan